Përshëndetje të dashur miq të yjeve dhe fatit të mirë. Mirë se erdhët në momentin më të ëmbël dhe më shpresëdhënës të javës. Zbulimin e shenjave të zodiakut që do të lahen me fat gjatë ditëve në vijim. Nëse jeni një prej këtyre shenjave, përgatituni të shfrytëzoni mundësitë e jashtëzakonshme që po vinë në dashuri, para dhe karrierë. Nëse nuk jeni, mos u mërzitni sepse kjo video ka këshilla për të gjithë. Le të ndezim dritat e fatit dhe të shohim cilat shenja do të jenë në qendër të vëmendjes kozmike këtë javë. 1 Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Kjo është periudha juaj e fuqisë maksimale, pasi dielli hyn në shenjën tuaj. Dashuri, jeni jashtëzakonisht magnetik dhe tërheqës. Pasioni rritet ndjeshëm në lidhjet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të përjetojnë takime me një intensitet të paparë. Fokusi është e thellësia emocionale dhe intimiteti. Punë, energjia juaj e thellë ju ndihmon të merrni vendime thelbësore. Është koha ideale për të nisur projekte personale, për të riforcuar imazhin tuaj profesional ose për të udhëhequr një ekip me vendosmëri. Para, fati i madh lidhet me financat e përbashkëta, borxhet, investimet ose një trashëgimi pagesë të papritur. Merrni një lajm të mirë financiar që përfshin një palë tjetër. Shëndet, ndiheni të rigjeneruar dhe plot vitalitet. Kujdesuni për shëndetin mendor. Mos i mbani emocionet intensive brenda. Numri me fat 4. Dita me fat e hënë. Këshill, tani që dielli shkëlqen në shenjën tuaj, fuqia juaj është maksimale. Fokusit e financat e përbashkëta është me fat, prandaj merrni vendime të guximshme për investime ose likuidimin e borxheve. 2 Gaforia 21 qershor 22 korrik. Fati vjen nga shtëpia e 5 e romancës, gëzimit dhe krijimtarisë. Dashuri. Java më e mirë e muajit për romancë. Lidhjet e konsoliduara thellohen me ëmbëlsi dhe pasion. Beqarët kanë shanse shumë të larta për të takuar dikë të veçantë. Kjo është koha për të shprehur ndjenjat tuaja pa frikë. Punë, kreativiteti juaj është në kulm. Projektet që lidhen me artin, argëtimin ose ndërveprimin me fëmijët janë të favorizuara. Ju shpërblehet puna e bërë me zemër. Para, fati në para vjen nëpërmjet investimit në veten tuaj, pësher një kurs që ju përmirëson aftësitë, ose përmes një mbështetje familjare. Shëndet, energjia fizike është pozitive. Përqendrohuni në aktivitetet që ju sjellin gëzim dhe relaks, si yoga ose gatimi. Shëndeti emocional është i lidhur me shtëpinë. Numri me fat 2. Dita me fat e diel. Këshill, ky trigon i lumturisë ka ndezur shtëpinë tuaj të dashurisë dhe pasionit. Lëreni anash natyrën mbrojtëse dhe lejoni veten të përjetoni gëzim të pastër. Lumturia është vendimi juaj më me fat. 3 Peshqit 19 shkurt 20 mars. Peshqit ndjejnë fat dhe zgjerim në fushën e aventurës dhe njohurive. Dashuri, harmonizim i thellë me partnerin. Mund të planifikoni një udhëtim emocionues ose të ndani një vizion të përbashkët afatgjatë. Beqarët mund të takojnë dikë gjatë udhëtimeve ose përmes rrjeteve ndërkombëtare. Punë, fati i madh vjen nga larg. Udhëtimet, kontaktet me jashtë, çështjet ligjore ose përfundimi i suksesshëm i studimeve. Është një javë e shkëlqyer për të ndjekur një ëndër të madhe profesionale. Para, jo domosdoshmërisht fitime të menjëhershme, por fati në para vjen përmes zgjidhjes pozitive të dokumentacionit ose çështjeve ligjore. Vizioni juaj afatgjat financiar shpërblehet. Shëndet, ndiheni shpirtërisht dhe mendërisht të qetë. Kujdes nga ndjeshmëria e tepërt. Praktikoni meditimin dhe kaloni kohë në natyrë për të ruajtur ekuilibrin. Numri me fat 7. Dita me fat e shtunë. Këshill, hidhni hapat e parë drejt zgjerimit të horizontit tuaj, qoftë në botën reale apo atë të mendjes. Fati është në besimin tek e ardhmja. Ja dhe këshillat specifike për çdo shenjë të zodiakut për javën 20-27 tetor 2025. Këshilla strategjike për të gjitha shenjat, 20-26 tetor 2025. Dashi 21 mars 19 prill. Përqendrohuni te financat e përbashkëta. Mos i shmangni bisedat për borxhet, investimet ose paratë e partnerit. Kjo javë kërkon thellësi ndaj shmangni sipërfaqësoritetin në marrëdhënie. Jini të guximshëm por strategjik. Demi 20 prill 20 maj. Këshill kryesore, prioritizoni marrëdhëniet 1-1. Venusi ju ndihmon të gjeni ekuilibrin, ndaj përdorni këtë energji për të sqaruar keqkuptimet me partnerin, bashkëpunëtorët apo klientët. Bashkëpunimi sjell sukses, jo kundërshtimi. Binjakët 21 maj 20 qershor. Këshill kryesore, vendosni fokusin te rutina dhe organizimi.
Edhe pse dëshironi të bëni shumë gjëra, përqendrimi te detajet e punës dhe shëndetit sjell rezultate afatgjata. Organizimi i mirë i kohës ju shpëton nga lodhja. Gaforja 21 qershor 22 korrik. Këshill kryesore, lëreni veten të gëzoheni. Kjo është një javë romantike dhe kreative. Në vend që të shqetësoheni, përdoreni energjinë për pasion, argëtim dhe projekte krijuese. Shprehini hapur ndjenjat tuaja. Luani 23 korrik 22 gusht. Këshill kryesore, fokusohuni te shtëpia dhe themeli. Kjo është koha ideale për të rregulluar çështjet familjare, për të mbyllur çështjet të së shkuarës që lidhen me shtëpinë, ose për të bërë ndryshime në ambientin e jetesës. Qetësia fillon nga baza. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Këshill kryesore, komunikoni me thellësi. Përdoreni aftësinë tuaj analitike për të sqaruar çështjet me vëllezërit, motrat apo fëmijët. Kujdes nga mendimet e tepërta, shmangni analizën e tepërt dhe besojuni intuitës tuaj në vendimet e vogla. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Këshill kryesore, jini strategjik me parat. Me diellin që kalon në shtëpinë tuaj të financave, kjo është koha për të rishikuar buxhetin dhe shpenzimet. Mos i shtyni vendimet financiare, por bëni planifikim të kujdesshëm. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Këshill kryesore, përqafoni fuqinë tuaj. Me diellin që hyn në shenjën tuaj, është koha për të rigjeneruar energjinë, për të vendosur qëllime të reja dhe për të hequr dorë nga zakonet e vjetra. Jeni magnetik, përdoreni këtë për të tërhequr atë që dëshironi. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Këshill kryesore, kujdesuni për shëndetin shpirtëror. Kjo javë është e mirë për të shkëputur pak nga bota dhe për të reflektuar. Dëgjoni intuitën tuaj. Shmangni shpenzimet e tepërta dhe punën intensive, përqendrohuni te pushimi. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Këshill kryesore, shfrytëzoni rrjetin shoqëror. Miqt dhe grupet mund të luajnë një rol kyç në arritjen e qëllimeve tuaja profesionale. Mos u izoloni, kërkoni dhe ofroni mbështetje. Një ëndër afatgjat bëhet realitet. Ujori 20 janar 18 shkurt. Këshill kryesore, përqendrohuni te karriera dhe reputacioni. Dielli në akrep ndriçon shtëpinë tuaj të suksesit publik. Është koha për të bërë lëvizje të guximshme profesionale dhe për të marrë përgjegjësi. Financat përmirësohen nga ndryshimet në karrierë. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Këshill kryesore, zgjerojeni horizontin tuaj. Keni fat në udhëtime, studime dhe çështje ligjore. Mos lejoni që frikat ju kufizojnë. Planifikoni një aventurë ose filloni të mësoni diçka të re. Besojini vizionit tuaj të madh. Sa energji pozitive. Shpresoj që këshillat për shenjat me fat ju kenë frymëzuar dhe t'ju kenë ndihmuar të planifikoni javën tuaj. Për t'u siguruar që asnjëherë nuk do të humbni këto parashikime të fatit dhe këshilla unike nga yjet. Shtypni butonin like tani. Kështu më tregoni që ky lloj formati ju sjell fat dhe më motivoni për të vazhduar. Abonohuni në kanal dhe aktivizoni zilezën e njoftimeve. Bëhuni pjesë e komunitetit ton Fatlum dhe jini gjithmonë të parët që e dini kush do të jetë më me fat javën tjetër. Faleminderit që ndoqët dhe ju uroj një javë të mbar. Shihemi së shpejti.